Tani shifne, e tu të rekune fima hahuna aminin. A mendoni se ju do të liheni këtu në këtë dynja, në këto pallate, në këto fusha, këto bereqete, në këtë pushtet që e keni, se përshkrimi që e pa Allahu Dhu Gjelal, mirësive që i kanë ata, janë të jashtëzakonshme, janë të veçanta. Pa dhe mendo, populli Salihut, populli Themud, ka jetu para mia viteve, hala gjurmët e këtij popullit janë gjallë edhe më sot. Që do thot ka qenë me të vërtet një perandori, ka qenë një civilizim, një qytetërim i jashtëzakonshëm, që ka rezistu mia vite, edhe kanë ngel gjurmët e këtij popullit hala gjallë. Tani kur e përshkruan Allahu Dhu Gjelal kopshtet, krojet, burimet e ujit, fushat, pemt e ndryshme, pallatet e gdhendura në gur, atë mendje madhësi, atë arrogancë, tregon domethënë për një jetë shumë të avancuar materiale. E ngjashme me atë që ka perëndimi sot, Evropa dhe Amerika. Kanë rokaqije të mëdhej, pallate domethënë qindra katëshe, kanë fabrika gjigante, kanë zone industriale maramendëse, kanë prodhimtari të jashtëzakonshme, kanë brutot ardhuna shtetënore vjetore më të mëdha në botë, kanë ushtri të fuqishme, në shumë komponente të jetës së kësaj bote janë të çuditshëm, janë të paarritshëm. Mirë po, Allahu Dhu Gjelal që thotë Fattakullaha wa atiun. Këtë kjo nuk ka vlerë nëse jo nuk keni frikë Zotin dhe nuk i nështroheni urdhave të tij. Nëse ju këtë që ka dhënë Zoti, si aftësi tuajat, si zhvillim shkencor, civilizues, qytetërues, industrial, dhe ju keni arrit ku keni arrit, e shfrytëzoni për t'i bërë rivalitet Zotit, për ta kundërshtuar vendimin e Zotit, dhe për të qeverisë vetveten me vendimet e paris tuaj të cilët e kanë tepruar në mosbesim, ju do shkatroheni. Ma mire keni në shenjë falëndrimi për të të mira që keni frikë Zotin dhe atij të nënshtroheni. Wala tuti'u amra al-musrifin, et mos respektoni urdhat e njerëzve të dalun të tepruar në mos besimin e tyre. Dhe pastaj vazhdon Allahu Dhu Gjelal për shkrimin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Ata që bëjnë fesad në tokë dhe nuk rregullojnë asgjë. Ky ajet përsëritet edhe në shumë raste, për shembull në fillimin e surës Bakara, ku flet Allahu Dhu Gjelal për munafikët, për dyftyrshit, u tregon domethënë se ata bëjnë fesad në tokë, çorrodi, prishin, shkatrojnë. Megjithse thojnë ata, na jemi duke bërë rregullime. Edhe sot civilizimi njerëzor i zhvilluar në aspektin materialist, me i pyet ata çka bëjnë, thënë na ofrojmë gjëra të dobishme për njerëzimin. Ne atë që e ofrojmë e rregullon jetën e njerëzimit. Edhe zakonisht ato ofrojnë zhvillimin shkencor, teknologjik, industrial, si mejdan të përparimit. Vlerat morale, besimi janë individuale. Ato askush s'ka drejt me imponu tjetrit. Ti në xhamin tonë bën çka dush, ama jashtë xhamis unë të udhëheqi. Ti në kish për krishterën bën çka dush, ama jashtë kishe dush me më nështru fesë teme. Edhe në momentin që një musliman det për xhamis, edhe mësimet e xhamis mundohet me ia ofru shoqërisë atë kënaqësi të besimit që e ka, atë rahati shpirtërore që e fiton, ato udhëzime kuranore që i kupton, momentin që e vendos me i nda me shoqërinë, atë i thënë, jo, s'ki drejt.
ma e për vete, jo me përhap tjerëve. Jo ti me udhëheq vetveten, familjen, shoqërinë tonë, kujton ti me këto udhëzime kuranore. Ato janë veç për ty si individ, jo për ty si shoqëri. E asë si me mendu ti me qeveris me ta. Edhe krejt jo besimtarët, edhe krejt dyftyshat për muslimanve, luftet më të egra bëjnë në kundërshtimin e qeverisjes me ligjet islame. Tani, me ranjën e një diktatori të përgjakshëm në Siri, që krejt bota, një pjesë të madhe e botës e ka ditë atë që ndodhë në Siri, po tashmo nuk ngeli njeri pa e kuptu se qëfar mizorije, qëfar katrahure, qëfar shkatrimi, qëfar degenerimi, qëfar masakrash ka ndodhë atje, për një pushtetit laik, për një pushtetit sektar, ku një përqindje shumë e vogël e alevive në Sajri, sekt të cili kam përkat familje e Asadit, shka s'kam bo në emën të komunizmit, socializmit, laicizmit, edhe vinë tani muslimant edhe erzojnë atë diktaturë dhe sillin liri për atë vend. Pyetjet e gazetarëve jo musliman dhe munafik për muslimanëve është atë keni me qeveris me islam. Po laicizmi juj, socializmi juj, komunizmi juj, demokracia juj, e sollin në pushtet atë diktator, i cili 300.000 burgos i ka pas. Me 10 mijë i ka mbyt, i ka ekzekutu, jo veç i ka mbyt, po me pres, i ka shtyp gjenazet ku fomat, e i ka bodë më thonë plakat holla. Edhe çdo ditë gjindën vareza masive. 1,5 milion i ka vrarë gjatë luftimeve, 11 vjeçare, 13 vjeçare më falni. 12 milion i ka dëbu për shtëpiave të veta. Çaj sistem laik, çaj sistem jo islamik. Edhe ta shpytja e parë që e përshën gazetarët, a do qeveristi me islam. Një gazetar e një kanalit satelitor arab, munafik, pyetën, ja bën e merr në intervistë një aktor plak, aktor që ka qenë aktor edhe kohën e Hafiz Esedit, babas të këtij Besharit, edhe në kohën e tij. Edhe ai tash merr në intervistë një, domethënë, intelektual, artist. E thot, çka mendon ti nëse qeveriset me islam në Siri? Po e thot, pse çfarë të keqe ka me qeveris me islam? Se këto presin se ke si artist, edhe njëri plak, domethënë, e ka një mentalitet jo të udhëzum, jo fetar. Ai ka me fol kundër, thotë çfarë të keqe ka qeverisja me islam. Edhe ngeli gazetarja pa tekst, se prit ke ai me fol kundër e kjo me vazhdu muhabetin kundër. Megjithëse shumica e shteteve arabe atje qeverisin me jo islam dhe japin shembull më të keq. Njëjtë e ki në Irak, njëjtë e ki në Egjipt, njëjtë e ki në Tunizi, njëjtë e ki... Edhe s'kan ata as zhvillim shkencor, s'kan as zhvillim politik, pa islam jetojnë ata. Pse është aq problem me qeverisë me islam? Pse friga më e madhe që kemi tentuar me tregu edhe mësimet e kaluara është nga modeli i mirë që ka me dalë nga qeverisja me islam. Edhe në momentin që del një model i suksesshëm i qeverisë me islam, atëre shtohet kërkesa. Edhe demantohet këtë investim në sistemet politike produkt njerëzor, edhe devalvohet ajo vlerë që ata kanë promovu të gjitha format e mundshme, me pare, me presione, me ushtri, me bojkote ekonomike, në gjitha format e kanë promovue vlerat e sistemit politik prodhimi njerëzit. Edhe kanë emërtuar si kjo është e arritura më e madhe e njerëzimit që nga fillimi i njerëzimit deri sot. Sistemi politik demokracisë. Megjithëse na po e shohim se kjo është pretendim, sepse në shumicën e shteteve në botë fatkeqësisht nuk ka qeverisje nga shumica,
po ka qeverisja një pakicës që është shumica atyre që kanë marrë pjesë proceset zgjedhore të demokracisë dhe ata qeverisin në forma, domethënë, të ndryshme popullin e vet, po gjithsesi në shumicën e rasteve nuk janë të drejta edhe nuk janë shtete të lira. E për këtë shkak pengohet do thotë qeverisja me islam. E tash alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, ata që prishin dhe nuk rregullojnë, janë këta sisteme politike sot në botë, ashtu si ka qenë kohën e popullit Themudit, ashtu janë edhe sot, kur ti mundosh ata me i thirr në udhëzimin e Zotit, ata përdorin lloj-lloj etiketime që do të shohim pak më vonë, me të pengu ty në artikulimin e asaj që ti e beson. Në artikulimin e asaj që është dëshmu me miliona fakte se është më e mira për njerëzimin. Amo kemi arë në asin niveli që ne zgudojmë as me përmend shariatin, as me përmend vlerat e këtij ligjit, sepse etiketat edhe akuzat janë të rezervuar të gatshme dhe më një herë linçohesh edhe tentohesh të diskvalifikohesh ti nga ligjerimi publik. S'ki drejti me folë për të tema. Megjithëse ata i thëjnë vetes demokrat, ka liri shprehjes, liri besimit, mirë pa jo vlen për jo muslimanat. Nuk vlen për muslimanat. Kur janë pyetja muslimanat, aty s'ka liri, s'ka barazi. Edhe andaj ligjet antiterror që kanë sjellë në shumicën e shteteve evropiane perëndimore, janë ligje me të cilat ekskluzivisht atakohen muslimanët. Edhe të çfarë do lloj, për shembull, pakënaqësie me shprehje ndaj sistemit politik ku jeton ti, etiketohesh me ekstremizëm, radikalizëm, terrorizëm, edhe për ty mos vlen ligjet e rëndomta të atij shtetit, vlen ligjet e jashtëzakonshme, edhe të diskvalifikohesh nga të drejtat e tuaja, normalisht edhe e pëson në mënyrë më të keqe të mundshme. Kjo është këtë, megjithëse aparaturat e tyre të medias, të bizneseve, të qeverisjeve, me pompozitet flasin se këto janë sistemet më të mira të mundshme, edhe këto duhet mu respektu, për këto duhet me luftu, e na çka ofrojmë ajo është prapambeturi, nuk ka drejt me garu as pak me atë që ofrojmë ata. Edhe tani, masi që Allahu i Madhëshëm tregon se ajo pari që është e dhënë pas epsheve të veta, pas nacive të kësaj bote, që kanë tepruar në mosbesimin e tyre, që megjithatë kanë një frikë dhe nuk janë të sigurt ata. Kur ballafaqohen me pejgamberin e Allahut, me Salihun, çka i thënë qalu innama anta minal musahharin, ti o Salih je sihirbas, je magjistar. Pse s'po mujnë mja demantu faktet dhe argumentet, i thënë ti po i mashtron njerëzit me magjin tonë që e ki. Po arrin t'u amush shmenën me fjalët e tua të përsërituna magjepsese dhe po i mashtron njerëzit. Domthonë ti s'ki fakte, s'ki argumente, po ki mashtrimin me vete. E ki magjin si mekanizëm për t'i bin njerëzit. Edhe sot e njëjta i thuhet muslimanëve që e ofrojnë shariatin e Allahut xhelal si alternativë për njerëzimin. Jo po e shpërlani trunin trive. Shive, një vajzë e re s'ka drejt me mnu shami se është shumë e vogël se në vendosë e për vetën e vetë, e prindi nuk ka drejt me imponu shamin. Ama i njëjti fëmijë ka drejt me vendosë me ndru gjinin. Aty prindi zguxon me pengue me ndru gjinin, se ajo anis është e vogël ka drejt me ndru gjinin. I njëjti fëmijë të njëjtës moshë nuk ka drejt me mnu shamin. Kjo është tash ndodh, pash aktualisht. Për me kuptue, dhe thot, dy ftyrësin e atyre. Ti s'ki drejt me promovu vlerat pozitive, vlerat e dobishme, vlerat e sakta, ama ata kanë drejt me imponua antivlerat e tyre. Ti s'ki drejt me imponua me mnushamin, ama nësa jo gjveshet lakuriq, ti s'ki drejt me apengu lakuriqësit. Dhe
Ajo ka drejt me dalë lakuriç dhe ti s'mundesh me pengu, ama nëse ajo vendos me shamin, ti ki drejt me ndalu për shamis. Ti edhe keq shoqëria. Nëse një vajzë e vendos në moshën e saj të madhërisë, momentin kur hyn mbylyk, ta hub virginitetin, kur kush s'ka drejt me qortu sepse ajo është liri, e drejta e saj. Ama ti me shty, me detyru me fal namazin s'ki drejt, sepse ajo e ka domethënë lirinë e vendosjes vet. Paradokse që sot na i shohin para nesh, edhe ata mundohen me çdo kusht mi mbrojt, me qindra dhe mia emisione, me qindra dhe mia promovime, me qindra dhe mia aktivitete individuale, kolektive, shoqërore, publike, private, bëjnë atë me qindra, me mia dhe qindra mia aktivitete për të promovu antivlerat e veta. Na s'kemi drejt. Na s'kemi drejt. Ata mujnë me bo parada turpit, ati s'guxon me bo parada më thonë të vlerave tuja. Edhe më njerë atakohesh, më njerë etiketohesh, më njerë sulmohesh. Një grup radikalist kishin dalë me shpërndal literaturë fetare. E ata janë njerëzit civilizum, të emancipum, promovojnë vlera zhvillimit politik, shoqëror, kulturor. Kështu ata e paraqesin në mëthonësion. Edhe na normalisht në situatat tilla ku sulmet janë të vazhdueshme, fillojmë na me utkur, me umledh, me umledh na për qoshe. Dhe mos me pas guximin me dalë në mejdan edhe me fol për vlerat e islamit, edhe me promovë vlerat e islamit, se ata nuk nalen të etiketu. Andaj, etiketimi, stereotipizimi, janë për armave matë shumëta që përdorin armiqët e islamit dhe muslimanëve sot në botë. Si të kalumen edhe sot. Andaj i thanë, kalu inna ma ente minel musaharin, tije një magjistar që vazhdimisht me magji mundohesh me i mashtru njerëzit. Ti s'ki fakte, s'ki argumente. E sot normalisht magjin e kanë ata vlerë, edhe nuk e përdorin kundër muslimanëve se janë magjistar, ama e përdorin diçka tjetër. Ekstremizmin, radikalizmin, terrorizmin, janë etiketime të gatshme që e presin çdo musliman i cili mundohet me i thirr njerëzimin në atë që i thret Kur'ani. Edhe në momentin që ti insiston në këtë thirrje, qëndron në këtë rrugë, nuk nënshtrohesh, nuk kthehesh, ata të bëjnë kufizime të vazhdueshme, pengesa. Pengojnë me lëviz me qarkullu lirë, pengojnë me përdor hapësira për artikulimin e mendimeve të tyre, pengojnë me kom pjesë edhe institucioneve fetare, sepse ti je radikalist, ekstremist, edhe ti s'ki drejt me përdor as teatr, ti s'ki drejt me përdor as pallat kulture, ti s'ki drejt me përdor as sheshin, ti s'ki drejt me përdor bile as xhamin. Sepse edhe ata që u jipet mu vesh me Bashkitë Islame, kërkohet për tyre që lufta e parë e tyre me qenë kundër thojza ekstremistëve fetar. Edhe nëse me luftue jo muslimani, do thotë muslimonin, shërbehen me institucionet fetare të muslimanëve për të luftuar muslimanët në emër të Islamit. Në të gjitha format mundohen me të sankcionu, me të pengu. E normalisht lufta është e gjatë, ballafaqimi është i rëndë, pengesat janë të mëdha, kostoja është e shtrenjtë, edhe në këtë rrugë jo gjithkushi mbetet në kam. Shumë bin, shumë rrëzohen, shumë mashtrohen, shumë joshen, shumë friksohen, e pakica ngel. E pakica ngel. Edhe kjo është standard, edhe në kalumin edhe sot, andaj edhe me Salihun, a.s. s'ka shku shumica kanë shku në tona. Smalet në tona, pushtetin në tona, pasuria në tona, karriera në tona, lavdin në tona, përgdhelja në tona, mirëqenja në tona, knatësit në tona. E knena? Njena rond, vështirë, penges. Ama këtu ka diçka që s'është në tona. Këtu ka knatësi shpirtërore.
Këtu ka fitore të vërtet në dynjë. Këtu ka fitore të vërtet në ahiret. Këtu ka raport të shëndosh me Allahun. Këtu ka jetë të shëndosh familjare. Këtu ka shoqëri të shëndosh në aspektin e shëndetit imanor, shëndetit psiqik, shëndetit mental, shëndetit fizik, shëndetit ekonomik, shëndetit social, gjithë aspektet ka mund me pas jetë të vobekt ekonomikisht, ama me mirëqenje ekonomike, me rahati shpirtërore, edhe me rahati edhe kënaqësi ekonomike. Atje mund me pas qefe, dëfrim, marrëdhënie, ama ka mungesë kënaqësi shpirtërore. Për këtë shkak, etiketimet që ja bëjnë hoxhallarëve, davetxhive, xhamatit, organizatave të muslimanëve janë për mi pengu ata në rrugën e thirrjes islame. I than populli Themudit, qalu innama anta min al-musahharin, ti je magjistar. Vazhdojnë, ma anta illa basharun mithluna, ti njeri si na, pse me kon ti pejgamberi i Zotit? Çka ki ti më shumë se na? Ti njeri na njerëzi. Ti thu vetes pejgamber. Me çfarë argumenti? Fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin, andaj na sjell një argument nëse ti e thu të vërtetën. Ata realisht nuk i besonin në asnjë formë. Ama mendonin se në këtë bisedë, në këtë debat, kanë me zonë ngusht Salihun. Ti je magjistar, i mashton njerëzit, mpin mendjen, do va merr mend trive, i mashtron trit, kjo është e para. E dyta, ti je njeri si na, çka ki ti argument më shumë për me kallëzu se ti je pejgamberi i Zotit? Na sjell argument. S'ki argument. S'ki çka na sjell neve. Edhe ato në thënë neve, për shembull, veç teorinë të kallëzu ju. Na tregon një shembull. Një model. Na themi, po s'fonalini ne me prodhu modelin. Tamam po nis dikon musliman me bo diçka, ju po e goditni. Po e shkelin demokracinë. Po e shkelni parimet e juve. Po shkoni me tankë sa me promovu liri edhe demokraci. A këne na thoni, çdo pushtet që vjen në pushtet nëpërmes armës edhe ushtrisë, edhe grushtetit ushtarak nuk e pranojmë si pushtet legjitim. A këndej, këtë shtetet diktatorale arabe ka ndonë pushtet me grushtet ushtarak. Edhe ato, dhe më janë shtetet normale dhe ju keni komunikime dhe marrëdhënie diplomatike me to dhe përkrahje edhe politike, edhe ekonomike ndaj tyre. A nëse bova ki një pushtet me ardhë, më thonë, nga vetë populli, me sakrifica, me mundime dhe me ata me qeverisë popullin e vetë, me rregullat e islamit, ju më njëherë e shpallni si shtet ekstremist, terrorist, edhe tentonin çdo formë me shkatrua e bojkotoni politikisht, ekonomikisht, gjitha format e mundshme. Edhe nëse ndodh një gabim atje e bëni shumë të madh, e sukseset e mëdha i përmendni. Ky shembull ndodh tash. Tash ndodh me Afganistanit. Tash e 2 vjet në Afganistan është një qeveri e ardhur nga vetë populli, i cili insiston me qeverisë me islam, edhe ka bërë një zhvillim marramendes brenda 2 viteve në aspektin ekonomik, është i vetmi shtet që s'ka borxhe të jashtme, që ka zhvillim konstant ekonomik në vitin e parë, në vitin e dytë. Edhe ka plane afatgjate strategjike zhvillimore, ajo s'është lajm asku në për mediat tona. Ama grasi do më shkollu, top lajm. Pengojnë vajzat me shkollë universitet, top lajm. Megjithëse kjo s'është e vërtetë. Ama se krejt ato që kishin varësi nga droga e ishin në për rrugë, i kanë marrë, i kanë shirë në për spitale, i kanë shnoshe, e s'është lajm. Se droga që ka qenë në Afganistan i prodhu si më i madh i drogës, se tash ajo ka rënë zero, kjo s'është lajm. Pse se ata nuk dojnë me promovu këto lajmet e mira. Ata dojnë me promovu vetëm lajmet e këqija. Edhe ti me përmend Afganistan, Afganistani përmendë si shembull i keq. Taliban, Afganistan, a me shku me studiue realisht zhvillimin që ka ndodhur në 2 vite në Afganistan, është zhvillim marramendes i pa imagjinueshëm shumicën e logjikës së ekonomistëve të botës, burshtetashve të botës nuk mund me perceptuar si ka mundësi për kaq pak kohë me ndodh një zhvillim i hatashëm pozitiv si ka ndodhur atje.
Ama ata me mujt me shkatrue, e kishin shkatru, po ata u mundon zatën, u mundon 20 vjet Bashkimi Sovjetik edhe Rusia, u mundon edhe 20 vjet tjera forca ndërkombëtare, në fund kur e pan se s'mundenin me shkatru, u dorëzun, u largun, than, e thefshit qafën, bëni çka dëni vet, ama na do ju mundohemi me ju pengu sa të kena mundësi. Në kësi situata, kur ti sta lejon me ofru modelin e mirë, a i thot, bjerë ti argumente. Po në argumentit bisa të dush, po ti s'po mblen me të ofru argumentin, se po të pengon modeli i mirë, se e din ti, je i bindun, edhe kjo ndodhë sot në lindjen e mesme përgjithësi, ketë frigon nga suksesi i revolucionarve, nga friga se ata i bëjnë zullum popujve të vetë, e suksesi një revolucionit më një shtetë musliman në lindjen e mesme, kanë frikë se do kopjohet për shteteve të veta, edhe mundohen me çdo kusht me bërë revolucionet të kundërta, me i prish sukseset e popujve që ka sakrifikuar një kohë gjatë çdo gjë për të arritur të kjo liri edhe dhe të kjo situatë. E tash ata mundohen me çdo kusht nëpërmes munafikëve më një anë, nëpërmes xhavarixhëve në anën tjetër, me ju vërsul këtyre pushteteve të reja të muslimanëve, edhe mos me lënë me marr frym që ata me ofru modelin e mirë të islamit dhe të muslimanëve. Paramendoni tani çka ndodh në Siri. Këtë thënë, deklaratat i kanë shumë të logjikshme, shumë të mira. Ama ta shohim si kanë me vepru. Domthonë si na s'ka asnjë gabim, as në fjalime, as në veprime. Po të presim se s'tu besohet. Ta shohim çka do ndodh më tutje. Kena provokime të vazhdueshme prej shtetit okupator izraelit. Kena mundohen mi blokue ekonomikisht edhe mi avonue pranimin e shtetit dhe qeverisë së re që me e pengue në avansimin e këtij shtetit, po fatmirësisht më muslimanët i kanë kuptuar këto lojra, edhe e kuptojnë mënyrën se si tentohet me bëhe, do thot, revolucion të kundërt, me mposhtë revolucionin e parë, edhe fatmirësisht ka edhe shtete që janë në favor të këtyre lëvizjeve për pavarësi, për liri, për vetë qeverisje në vendet e veta, dhe shpresojmë se tani të tjetër nuk do arrijet sukses për me shku huç mundi muslimanëve në këtë drejtim. Pra i thanë Salihut, ma anta illa basharun, ti je njeri si na, fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin, na sjell argument nëse ti je i sinqert. E Salihu alayhis salam, përderisa ishte pejgamberi i Allahut, e kishte lehtë këtë punë. Edhe na e kemi lehtë sot me ofru argumente sa dush. Edhe nga historia e afërt, edhe nga historia e re, po kemi nevojë veç na pak me logjikua dhe me njoft mirë historinë, se kemi sa dush argumente me sjell. Se Islami ka fuqi. Atë që ka bën në Andaluzi për 7-8 shekuj e bën ku të shkojë Islami. Atë që ka bën për Andrija Osmane në Ballkan për 5-6 shekuj e bën ku të shkojë Islami. Sepse atë që ka bën lindjen e mesme, supozojmë se është fe e arabëve dhe normalisht aty janë përshtat edhe interesi arabëve dhe feja e tyre dhe kanë bën një civilizim të qytetërim. Po mirë po njëta fe kur arriti edhe në Andaluzi, që ishte vend i krishter, edhe aty bëri mrekulli edhe Andaluzia, shekujt më të artë, njësën e vetë i ka pas periudhën ka qenë Islami dominant aty. Edhe Ballkani, epoka më e artë e Ballkanit ka qenë epoka ku ka qenë Islami dominant, këtu nëpërmes Prandrisë Osmane. Edhe atë që ka pas si zhvillim qytetërimi dhe civilizimi Ballkani në shekullin e 14, 15, 16, 17, 18, Evropa se ka pas. As Berlini, as Parizi, as Roma, as Londra s'kan mujt mu krasu, as me Shkupin, as me Sarajevën në ato shekuj, në aspektin e qytetërimit dhe civilizimit. Kjo është për histori. Edhe sot shembujt i përmendëm domethënë. Edhe Salihu alayhis salam letë e kishte mu sjell argumentacione. Po e di ke ai se edhe më sjell argumentin ata s'kan me pranu. Dhe u tha, qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Ç'a devja? Devja e cila del pi gurit.
Deve e cila nuk pjell si veç pi devës, po një deve e plot del prej gurit. Një gjë e pa parë dhe atëherë. Një gjë e pa mundshme edhe sot e kësaj dite. Ama pasi që ju lip një argumente të jashtëzakonshme, unë kam një kusht. Tu e ditë Salihu a.s. se ai popull s'ka mu mjaftu me këtë argument dhe ka me tentu me botë shmës për me zhduk argumentin. E tash Salihu a.s. e kjo është ajo që quhet në diplomaci, dhe thot inteligencë edhe mençuri, e thonë gjuhën ma trejt dinakri e diplomacisë, i tha Salihu a.s. kjo deve e veçantë, speciale, këto dit i ka të veçanta me pi ujë prej burimeve tona, e ju s'dut mi prej ato burimet ujë, se kjo pin ujshëm. Edhe këtë ato dit ujë është veç për këtë. E ju i keni dit tjera. Do të e solli një mrekulli, e solli një argument, po e solli edhe një kusht. Që të kuptojnë ata se mas ju lip një diçka e zakonshme, lipi unë diçka që është normale si rezultat i argumentit jashtëzakonshëm që ju e keni kërku. Wala tamassuha bisu, dhe mos gaboni me i bot dam asaj. E lipët unë e solla. E tash ju nga mlefi, nga inati, mos gaboni ti bëni dam. E kjo është ajo që lip ata. Argument, në dhemi po, që ki shtet, ama mos gaboni ta sulmoni, ta shkatroni jo. Ata jo shtete që dojnë me udhëheq me islam, po në mesin e muslimanëve dhe shtetet demokratike nuk janë gatshme me lënë me pas. Andaj në momentin që 1992-ën, jo sot, 1992-ën para sa viteve, 32 viteve, fitojnë muslimanë në Algjeri, me shumicë votash parlamentin e Algjerisë. Më njëherë ndërhyn ushtria algjeriane dhe shkatëron, dhe thot, muslimanët, edhe shkakton një luftë llavrase e cila zgjat parafërsisht 10-15 vjet, edhe e humb këtë atë entuziazëm dhe vullnet muslimanëve për me ardhë pushtet me e shërby popullin e vet. Kjo, jo tash, 1992-ën për herë të parë, Fronti Islamik i Shpëtimit vjen e Franca, e cila ka pas ndikimin e vet në ushtrinë algjeriane, nuk lejon me pas një pushtet një parti muslimane. E sakrifikojnë demokracinë, edhe sjellin pushtet ushtrinë, pse veç muslimani mos marrë pushtet. Deri në 2011. 1992-2011. Mas pranverës arabe, vinë musliman pushtet në Egjipt. Shteti më i madh musliman. Mendoj në Indjen e Mesme, se më i madh musliman është Indonezia, po 100 milion banor. Edhe vinë musliman pushtet. As 2 vjet pa i vo. 3-14 muaj, 15 muaj pushtet, edhe me kry shtet ushtarak e rëzon, edhe perëndimi e pranon pushtetin e ri, edhe për 2012 e këndej, tash sa po bëhen, përse i bëhen 12 vjet, në pushtet një e prorë ushtarak është, i cili bën zgjedhje formale, ku fiton me 98% zgjedhjeve, edhe perëndimi nuk i pengon hiç. Pse se i shërben agjendave të tyre. Të mohabete që në këtë i dim, sot këtë janë dukshme, kushdo që i përcjell e shef qartë, mirë po pse vjen një diktator në pushtet, kjo nuk është problem për asnjë demokrat, gazetar qoftë, politikan qoftë, ama me ardh pushtet një musliman bëhet problem për këtë. Për më të voglin në një shoqëri deri te më i madhi kundërshton ardhmën e muslimanëve. Edhe Salihu a.s. për e ditë se ata kanë me lyp argumentin, ky ka mjepru argumentin, vasjell kushtet, ama thot, mos gaboni wala tamassuha bisu, mos gaboni ta dëmtoni. Pse? Fa ya'khudhukum adhabun yawmin adhim,
se ju vjen ndëshkimi i ditës madhe. Ju shkatron Rabbul Alemini. Edhe kështu ka me shkatru Allahu zullumqarët krejt. Ashtu sikur se shkatroi pushtetin në Asadin në Siri. Krejt ka me shkatru. Shefe, për popullin sirian, 60 vjetë zullum nga koha e Hafiz Esedit, e deri kjo kohë nuk është pak. Krejt ato masakra që kanë ndodhë, veç ata dhe i din, i kemi pa azebes, kanë herë ishin ashtë mërshma sa që zgudzeshmi mi shiku ma shumë se në utrazëk e shpirti pi pa meskeqe. Ata kanë vujt likurën e vetë. Veç ata e din sa është gëzimi i madhë sot me ramjen atyve. Edhe rasi si shtëpi për letrave. Kështu ketë zullumqarët kanë me ra. Kur? Atër kur Allahu e vendosë me ra ata, normalisht e jona është me rezistu, e jona është me sakrifiku, e jona është me kontribu, e jona është me qëndru, e jona është me ndihmu, e jona është me bo dua, edhe mos mu dërzu, vazhdimisht. Fon vjen ndihma Allahu dhe fitore për ti, inshallah.